Përshëndetje, ja ku jemi me një recetë salce për festat e fund vitit. Është një salcë avokado me farule dielli, kos dhe me selino. Përdoret për brusketa. Kështu që fillojmë ta përgatisim. Vendosim avokadon tek aparati që ne do e përgatisim. Vendosim disa gjethe selinoje edhe një thelpi udhër, gjysmën e lëngut të limonit, fara lule dielli, pak krip dhe kos pa i ndyr ose salcë kosi. Fillojmë të përfitojmë salcën për brusketa. Ja ku e kemi salcën. E vendosim në enën për kacë ku dhe do e servirim. Është një salcë që përgatitet shumë kollaj, po dhe është edhe e shëndetshme. Dhe në për festat janë shumë të mira për të përdorur si për brusketat. Vendosim 2-3 gjethe selinoje për dekoracion. Dhe ja ku e kemi salcën gati. Ju bëf të mirë. Përgatisim një brusket ku e lyhem me salcën që ne përgatitëm. Dhe ja ku e kemi. Unë ju uroj festat gëzuara me plot shëndet dhe mbarësi në familjet tuaja. Gëzuar vitin e ri.